kalojmë tek i ftuari ynë për sonte. Ai është një njeri mjaft i dashur, sidomos për dashamirësit e bimëve mjekësore. Ftesës sonë ai u përgjigj pozitivisht. Madje ai naftoi si fillim në shtëpinë e tij, ku ne vendosëm të nisnim intervistën si një bisedë miqësore. Pastaj të kalonim në studio. Dy hapa për në Gjermani. Dy hapa para, dy hapa prapa. Me zemër të plasun, me ndjesi të ngasun. Problemi i madh është situata ekonomike e jona. Si gjithmonë, këtë problem kishte edhe Migjeni përpara 100 vjetësh. Largimin e njerëzve nga trojet e tyre. Burimet njerëzore më të kualifikuara, sigurisht që e kanë më të lehtë të bëjnë emigrim të suksesshëm. Të japë plotësisht drejt. Destinacion më të suksesshëm se sa Gjermania nuk mund të gjesh, as për ata me master shkencor. Besoj se tani që jeni futur politikës, keni më pak kohë të lirë. Apo jo? Si e menaxhoni ju atë? E harxoj për të studiuar historinë të njeriut në trevat shqiptarëse. Bukur. Një hobi mjaft interesant ky. Shikoj që përveç bizneseve ju pëlqen të koleksiononi dhe artefakte, mjaft të bukura këto statujet. Pak kanë qenë 4 bronce. Tani 3 ne kemi mundur t'i gjejmë, të 4 se kemi gjetur. E çfarë përfaqësojnë ato, nëse mund na e thoni? Mësuesin, atë Kovacin edhe ushtarin. Mungon dhe një që ta shikojmë se çfarë është. Dhe basi do t'jetë ose politikan ose biznesmen. Ose të dyja bashk. Ju falenderoj për pritjen e ngrohtë. Po, tani do doja që të ngrishim dhe të spostoheshim në studio për intervistën. Mendoj që ta nisim këtë intervistë duke shpresuar se këtu do të ndjehemi më të relaksuar se sa në parlament. Do diskutojmë sot për çështjet që na shqetësojnë më shumë ne si shoqëri dhe së pari, pse nuk po gjendet gjuha e përbashkët ndërmjet Putinit dhe Erdoganit. Nuk ka një përgjigje, mendoj, për këtë çështje. Po kjo është një çështje mjaft etike për shoqërinë tonë dhe aktualisht nuk po diskutohet gjë tjetër veç se për këtë nëpër rrjetet sociale. E kam dhënë një përgjigje të tillë dhe një herë tjetër. Jo, mendova se mos kishit në një gjë për të shtuar. Kësaj nuk kam gjë tjetër për t'i shtuar. Kësaj përgjigje që kam dhënë. Si një biznesmen i vërtet, shoh që llogaritni edhe përgjigjet. Kalim tek çështja tjetër. Si u duk piceria re që u hap me 8 dhjetor tek Ministria e Brendshme? Se si ju duket ju? Nuk e di, po ju pyes juve. Po, kush është thelbi i pyetjes suaj? Thjesht informues, sepse publiku është interesuar gjithmonë për piceritë e reja. Po thuaj e ti pra. Jo, unë nuk kam ngrënë aty, thash mos ju. Unë? Ndoshta, thash. Fare, as pak. Okej, thjesht mendova se mos e keni provuar dhe kaq. Mos më bëj perifrazimet siç i do ti. Jo, as pak. Unë vetëm doja t'ju jepja meritat që të informonit i pari mbi këtë çështje. Vetëm kaq. Shiko, atë punën e meritës unë jam i gatshëm që t'ja u lë juve, domethënë. Mua? Lë ty, Mustafa Nanos. Ju lutem, mos përmendni emra njerëzish që nuk janë prezent në studio. Unë nuk do t'isha dakord. Edhe Muç Nano është dakord se e ka bërë një artikull për këtë çështje? Okej, tani do doja mendimin tuaj se cili është formati më i ndjekur televiziv. Zuzulandi i Muç Nanos apo opinioni i Fevziut? Tash unë i njoh që të dy. Prandaj edhe donim një përgjigje nga ju. Do t'ja përgjigje sepse e njoh shumë mirë. I kemi bërë veshët 4. Të kërkoj shumë ndjes. Do ta ruaj këtë pyetjen tënde për një herë tjetër sepse nuk jam kompetent, nuk e njoh. Tani i njihni apo nuk i njihni se nuk po ju kuptoj. Kjo është një përgjigje shumë e qartë edhe për ty, edhe për të tjerë. E qartë. Me që thatë që ta ruaj pyetjen për herë tjetër, shpresoj që atëherë ju do të na jepni një përgjigje. Apo jo?
Çështja që unë mendoj për ta ndarë me publikun tani është mjaft delikate. Hajde ta diskutojmë këtë çështje. Bëhet fjalë për marrëdhëniet në përgjithësi të shoqërisë shqiptare sot. Nuk ka marrëdhënie të lehta sot. Në kohën që jetojmë, s'kemi marrëdhënie të lehta as brenda shtëpisë, as me fëmijët, as me komshinjt, as me njerëzit e tjerë, as me shoqërinë në përgjithësi. Ishit mjaft i saktë. Le të themi mjaft specifik. Të lutem më lejo. Ju lejoj. Por vetëm t'jeni koncis në ato që thoni. Ka mundësi të më lësh të them 3 fjali për këtë punë? Po, them se me 3 do t'ishit mjaftueshëm. Keti një arsye që ta diskutosh këtë çështje? Arsyeja e vetme është informimi i publikut. Tashi, ju si gazetar keni përgjegjësi në fakt që të thoni shumë më tepër se kaq. Në fakt, unë kam përgjegjësi vetëm që t'ju bëj pyetjet e duhura, duke shpresuar gjithashtu që të marr përgjigjet e duhura. Kështu thua ti, si gazetar që ke gjithë të provoj. Po, E ke shumë gabim. shoh që nuk pas kemi të njëjtin botë kuptim për median. Po shpresoj që dhe ti je dakord me këtë punë. Unë jam dakord vetëm nëse ju më përgjigjeni. Tani unë përgjigjem, po ti nuk do të më dëgjosh. Ju kërkoj ndjes, por kjo është detyra jonë si bypass. Me ilustrimin e realitetit merren të tjerët. Më le të them të bëj një koment për këtë, se më shumë ke folur ti se unë sonte. Unë po respektoj pozicionin tim si gazetar. Gjithsesi, po ju toleroj sepse ju jeni dhe pronar mediash. Tashi të mos idhemi deg më deg. Atëherë na e thoni se cilën deg të ka. Ta them unë. Po presim atëherë. Ja pra, më lërë ta them, se këtë po të bëj. Jo, e kam merakun vetëm tek koha televizive, zoti Kokdhima. Ka mundësi ta mbaroj fjalin? Po, vazhdoni. Tashi, Tashti çfarë kemi për të parë akoma? kemi parë të gjitha gjërat në këtë botë. Kanë ndodhur të gjitha. Po, kryeministri thotë se nuk kemi parë asgjë akoma. Herë e parë që dëgjoj diçka të tillë. Nëse dëshironi, mund t'ja nxjerr me zë edhe me figurë. Po nxirja zoti Trama, pse do më nxjerrësh mua? Mua më nxjerr akuzat që kam bërë unë. I kam nxjerr aq shumë inserte zoti Trama sa që nuk mbaj mend nëse ja kam nxjerr këtë apo jo. Flitet se ju keni imituar Donald Trumpin në gjithçka. Keni ndërmend të kandidoni për president? Po, sa larg shkojnë fantazit tua. E kush e merr vesh sot në media se ç'është reale dhe ç'është fantazi? Unë shpresoj që ti si e kundërshtari imi. Unë nuk kam as miq dhe as armiq imagjinar. Jo, nuk jam duke thënë këtë gjë. E kuptoj, po me jemi drejt fundit, më lejoni t'ju bëj disa pyetje të shpejta dhe natyrisht dua që edhe përgjigjet të jenë të tilla. Po sigurisht. Çfarë përfaqësoni ju në politikë? Ne jemi deputet Partisë Socialiste. Këtë e dinim, po donim të dinim se cili është mendimi juaj për politikën shqiptare. Është një dështim ky që kemi bërë në këto 20 e kusur vite. Ju falenderoj për sinqeritetin, po a mundet që të na i përmbledhni këtë me një varg poezie? Ti më edh më shteg o ylli. Varg shumë i bukur. Tani deshet ju pyes, a e keni ndjekur bypassin javën që shkoi? Pak minuta e ndoqa në fakt. Edhe nuk ju pas ka pëlqyer me sa duket. Nuk do vija këtu po të mos kisha besim dhe respekt të lartë për ju. Po edhe ne, nuk është se ftojmë njerëz do si do në emisionin tonë. Dua që t'ju falenderoj shumë për ftesën. Vuajta një çik sonte me ju në këtë bashkëbisedim. Jo më shumë se të tjerët. Vuajta. Shpresoj që të ketë vlerëtur kjo vuajtje për publikun të paktën. Dua që t'ju komplimentoj edhe për televizionin që pash sot këtu, që ishte një investim shumë domethënës. Faleminderit. Dua të falenderoj gjithashtu gjithë shikuesit e emisionit tënd. Ju falenderojmë edhe ne në emër të ti. Edhe pse nuk shikoj shumë televizor, emisionet e tua i shikoj. Ju falenderojmë për vlerësimin dhe tani mendoj që të kalojmë në një tjetër temë, ku bëhet fjalë për luftën ndërmjet të padrejtit dhe njeriu të drejtë, ndërmjet të paaftit edhe të talentuarit. Le ta quajmë këtë si luftë ndërmjet Salierit edhe Mozartit. An excellent effort. You have shown us something quite new tonight. It is new. It is, isn't it, sire? Yes, indeed. So, then you liked it. You really liked it, sire. Well, of course I did. It's very good. Of course, now and then, just now and then, it seemed a touch. What do you mean, sire? Well, I mean, occasionally it seems to have. How should one say?
How shall one say, Director? Too many notes, Your Majesty. Exactly. Very well put. Too many notes. Le ta quajmë këtë miti i Salierëve edhe i Mozartëve, po më parë më lejoni që t'ja u shpjegoj nga se frymëzohet ky mit. Në kohën kur kompozitori gjerman Wolfgang Amadeus Mozart u ngjit në skenën vieneze, kompozitori i mbretit ishte Antonio Salieri. Për vetë kohën, muzika e Mozartit ishte një revolucion që pak kush e kuptonte. Një ndër këta të pakt njerëz që e ndjenin madhështinë e tij ishte vetë Salieri, i cili e pati zili dhe u përpoq gjatë gjithë jetës ta shtypte muzikën e tij, duke përdorur influencën që kishte tek mbreti. Ai u përpoq të bënte gjën më të tmerrshme, të blinte nga Mozarti një requiem, pjesë muzikore që i dedikohet një të vdekuri dhe pasi ta kishte vrarë Mozartin ta luante në varimin e tij dhe ta shiste si një kompozim të vetin. Mozarti vdiq pa e mbaruar requiemin, duke lënë prapa një emër që bëhej gjithnjë e i madh, ndërsa Salieri, ironitur, shihte nga çmendina se si muzika e tij mediokre venitej dita ditës. Miti i Salierëve dhe i Mozartëve është shumë i dukshëm në Shqipëri. Ata përballen çdo ditë në rrugë, në kafene, në zyrat e shtetit, në bashki, në kërkim të një vendi pune, në teatr, në për studiot televizive, etj. Vetëm në parlament ata nuk përballen kur, sepse aty të gjithë janë ose Mozart, ose janë Salier. Duke pasur fatin dhe rastin të punoj një 4 vjet në sektorin e bujqësisë, nga ata fermer kuptova ca gjëra të mëndshme. Për shembull, që kur një biznesmen që ushtron një biznes të mbashtrimit stallor të lopëve për qumësht, i del për 2 vite biznesi me humbje, vitin e drejt nuk lyen me boj stallën dhe mbjell palma, ndron lopët që nuk prodhojnë qumësht. Zëra të tillë janë gjithmonë të mirë pritur, sepse më shumë se për çdo gjë tjetër, ne kemi nevojë për zëra kritik, të cilët, them të drejtën, janë shumë të rrallë. Dhe për mendimin tim, leadershipi i ri aktual i Partisë Demokratike më ka zgjynjur mua dhe pjesën më të madhe të Partisë Demokratike që duan ta shikojnë edhe një herë Partinë Demokratike si parti e shpresës për shqiptarët. Që kësaj qeverisje të keqe, nga më të këqijat, ne të ishim një shpresje për 1 vit, për 2 vjet, të ishim ata që do të jepnin drejtim tjetër. Nuk parrit të gjë. Fatmirësisht që të dyja forcat politike i kanë zërat e tyre kritik brenda. Nga njëra anë Selami e patosi dhe nga ana tjetër Beblushi. E keqja është se në të dy anët këta zëra mbeten jetim. E di si është puna? Ja thash dikujt për jush, më tha Samire, ti flet kundër partisë kështu. A ta mbaroj o zotrit, lutem, ta mbaroj. Ta mbaroj më burr. Unë prapi pyetje ju para se të merrem me miqtë e mi. Ore si spadi i burr nga ju të fliste kundër Saliu për 1 janarin. Se ne po debatojmë për taksa këtu. Po jo për vrasje. Po të kishte vrarë këta nuk do ishte këtu. Do ishte kundër këtyre. Tani ta mbaroj pra, po flas për guximin tuaj, mos u kënaqni që unë debatoj me miqtë e mi. Nëse këta zëra nuk mbështeten atëherë, ata janë të destinuar që shumë shpejt të zbehen dhe kështu Salierëve dhe të pavëve do t'u jepet përjetësisht e drejta për të gjykuar Mozartët. Dhe lehtësia me të cilën të paftit marrin pozitat e mentorit është impresionuese, sepse është e lehtë të dukeshim pret kur nuk ke bërë kur asgjë. Kështu tregojnë për Belulin, moj shokë. Më kujtohet si sot takimi i fundit me te. Ashtu si gjithë jetën, edhe në ato qaste, unë ju ndodha pranë. Ti seno më frymëzon, thoshte. Mi shton forca, thoshte. Dhe ja shtoja vërtet unë ati. S'ket që do jetën, tha, po nuk u pate pranë një njeri me vlera. E kishte fjale për mua. Ky ishte edhe bypassi për sonte. Natën e mirë dhe relax, vetëm relax.